Pallati i Sportit Aslan Rusi do të transformohet me synimin e shpallur që të mbetet një pikë referimi në një histori të gjatë përpjekjesh e sfidash sportive. Në prezantimin e 6 projekteve finaliste në garën ndërkombëtare, kryeministri Edi Rama tha se tani është koha që Aslan Rusi të rilindë. Meriton një formë të re, një forcë të re dhe një vëmendje të re. Kryeministri foli edhe për ambicien për të zhvilluar në Shqipëri finalen e Kupës së Kampionëve të Europës në basketbol apo volejbol. Ai tha se ka pasur kontakte me federatat ndërkombëtare dhe janë interesuar edhe për kapacitetet që ka Pallati i Sportit. Synimi për të luajtur në Shqipëri finalet e Kupës së Kampionëve të Europës apo të Superkupës Europiane edhe në basketbol apo në volejbol nuk është i paarritshëm. Kreu i qeverisë shpreh besimin se Pallati i Sportit do të gumzhijë sërish nga talentet e reja, sipas tij edhe fal lëvizje sportive në shkolla. Lëvizja e re sportive që kemi krijuar në të gjitha shkollat dhe që po rritet vit pas viti me pjesëmarrjen e mbi 12.000 fëmijëve, vajzave dhe djemve nën kujdesin e Komitetit Olimpik Shqiptar, do të furnizoj këtë pallat sporti me prurje të reja dhe me talente dhe yje të reja. Transformimi i Pallatit të Sportit Aslan Rusi janë si vazhdimi i projekteve të ngjashme për stadiume të tjera në vend, në shembullin e Air Albania.